Policia e Tiranës ka zhvilluar një operacion të suksesshëm kundër një rrjeti të organizuar prostitucioni, duke arrestuar 8 persona, mes tyre një punonjëse policie dhe duke shpadhur në kërkim 3 të tjerë. Operacioni u krye pas një hetimi disa mujor, i cili zbuloi një skem të sofistikuar që shfrytëzonte gra të huaja nga Amerika Latine për prostitucion në kryeqytet. Në mesin e të arrestuarve janë shtetas shqiptar dhe të huaj, përfshirë dhe efektiven e policisë Anisa Braja, e cila dyshohet se luante një rol kyç në sigurimin e klienteve. Ndërkohë, drejtuesja kryesore e rrjetit, një shtetase kolumbiane me inicialet GR, është shpadhur në kërkim së bashku me 2 bashkëpunëtorë të tjerë. Sipas policisë, grupi kriminal bashkëpunonte ngushtë për të sjellë vajza nga Kolumbia dhe për t'i akomoduar në apartamentet me qira në Tiranë. Çmimet për shërbimin e tyre varionin nga 200 deri në 250 euro për klient, duke bërë këtë rrjet një nga më të sofistikuarit të zbuluar në vitet e fundit. Ndaj të arrestuarve rëndojnë akuza të shumta, përfshirë trafikimin e personave të rritur, shfrytëzim të prostitucionit dhe mbajtje e lokaleve për prostitucion. Hetimet vijojnë për identifikimin dhe kapjen e anëtarëve të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet palishëm.